Të sfidosh qindra kilometra rrugë në temperaturat e larta të gushtit nuk është e zakonshme. Edhe më e veçantë bëhet kjo sfidë kur udhëtimi realizohet me një biçikletë të ndërtuar pothuajse tërësisht prej druri. Kjo është Nisma Arsid Muriqit, një juristi nga Shkodra, i cili ka vendosur të përshkojë itinerarin Shkodër-Athinë me një biçikletë të projektuar dhe ndërtuar nga vetë ai. Për Muriqin, ky nuk është thjesht një udhëtim, por një mënyrë për të promovuar sportin, qëndrueshmërinë dhe kreativitetin. E niste sfidë nga Shkodra deri në qytetin e Athinës, patjetër do jetë me ndalime, edhe kam përshtypjen që për një periudhë kohore deri në 2 javë do ta kem mbaruar si pedolim. Dhe kam përshtypjen që janë diku rreth 900 km rrugë që me biçikletën time për druri do t'i shijoj domethënë. Si jurist në fakt, por që jam marrë shumë me sport edhe më pëlqen shumë sporti, patjetër hipizmi është pjesa e saj që më identifikon, por me biçikletën kam një marrëdhënie shumë mirë për shumë vitesh, ma qenë vogli, që në Shkodër, që kam lindë. Biçikleta mbi 90% së cilës është e përbërë nga dru është rezultati punës dhe përkushtimit të tij. Mjeti përfaqëson një kombinim mes pasionit për ciklizmin dhe dëshirës për të krijuar diçka unike, duke dëshmuar se edhe materialet natyrore mund të shndërrohen në mjete funksionale për udhëtime të gjata. Po, biçikleta ka strukturë druri, me përjashtim disa elementeve pastaj që janë produkte bazë për ndërtimin e saj, që mund të jenë alumin ose materiale të tjera të ngjashme. Por kryesisht është druri. Ka vite që pedaloj me këtë biçikletë, ka vite që kam qenë përfshirë në këtë projekt me biçikletë për druri, dhe kjo mendoj është ajo veçoria gjëja më e veçantë, po themi, që është një biçikletë druri që niset nga qyteti i Shkodrës dhe një qytet tjetër shumë historik që është Athina. Përgjatë itinerarit drejt kryeqytetit grek, Muriqi fton çdo të ri që dëshiron t'i bashkohet qoftë edhe për një pjesë të rrugës. Ndërmjet kësaj aventure ai synon të përcjellë një mesazh të qartë për rëndësinë e aktivitetit fizik, përdorimit të biçikletës dhe përfshirjes së të rinjve në një stil jetese sa më aktiv dhe të shëndetshëm. Do doja shumë që në pjesë të ndryshme të rrugës, nëse do duan që të pedaloj me mua një akt saktuar, janë shumë të mirëpritur dhe do isha shumë mirënjohës kujdo që do të donte të mbështeste në këtë rrugtim. Sa më shumë njerëz është më mirë. Sa më shumë të ri që merren me sport është shumë gjë e mirë, domethënë. Nuk është rastësi që kjo sfidë nis pikërisht nga Shkodra, qyteti që njihet si kryeqendra shqiptare e biçikletës. Në rrugët ku biçikleta mbetet pjesë e përditshmërisë dhe identitetit qytetar, aventura Arsid Muriqit merr një domethënie edhe më të veçantë, një udhtim i pazakontë që nis nga tradita e ciklizmit shkodran dhe synon të përcjellë përtej kufinjve një mesazh për sportin, qëndrueshmërinë dhe pasionin për sfiduar veten.